Pas skandalit të hedhjes në tregun shqiptar të disa tonëve filetopule me salmonel, por edhe skandaleve me ushqime të tjera të konstatuara me pesticide, është shkarkuar nga detyra drejtori i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në Tiranë, Fatjon Pasholli. Në vend të tij është komanduar Alketa Hoxha, e cila deri më tani ka mbajtur postin e drejtores juridike në AKU-n e përgjithshme. Paraprakisht dyshohet se në treg u hodhën 8 tonë filetopule me salmonel, të cilat u blen dhe konsumuan nga qytetarët shqiptar. Megjithatë, sasia ende nuk është përcaktuar saktësisht, por skandali me mishin e pulës me salmonel nuk ishte i vetmi, pasi në vendin ton janë konstatuar edhe ushqime me pesticide. Në fund të vitit 2024, mandarinat shqiptare me pesticide të rrezikshme u kthyen në Shqipëri, por ndryshe nga sa u tha se u asgjësuan, në fakt kishin dalë në treg. Më pas u identifikua rasti i peshkut me parazit që pasoi me ngarkesën e madhe të mishit me salmonel që erdhi nga Brazili. Gjithashtu përpara një muaji në Kroaci është ndaluar një ngarkesë me speca nga Shqipëria, që kishte nivele të larta pesticidesh, që u klasifikuan me rrezik të lartë për konsumatorin. Ndërsa përgjatë muajit shkurt, mars dhe fillim të muajit prill, ngarkesat me lule shtrydhe me pesticide janë kthyer në rrezik për shëndetin e konsumatorëve. Këto janë një sër rastesh që kanë ngritur alarmin për sigurinë ushqimore në vendin ton, ndërsa institucionet përgjegjëse shtetërore kanë zgjedhur heshtjen, duke mos reaguar për rrezikun që u kanoset qytetarëve shqiptar nga konsumimi i ushqimeve të pasigurta për shëndetin.